Zoti Balla, keni kërkuar fjalën procedurë? Zoti kryetari i Kuvendit, lidhur me situatën që u krijua, para është absurde që një institucion kushtetues, sikurse është avokati i popullit, raportimi i të cilit në Kuvend parashikohet nga neni 63 në traditën parlamentare ka qenë që raportoni pari, dhe në ndryshimet që u bën në rregullore në Kuvendit në një interpretim të mënyrës raportimit, nga ana jonë u propozua që asnjë prej institucioneve të mos të quhet raportimi i kryer përmes raportit. Megjithatë, e pranuam konsensualisht propozimin e kolegëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që 5 institucionet që janë sot programuara për këtë seancë të ruhet forma tradicionale e raportimit përmes edhe paraqitjes këtu, në kushtet e një kërkese nga ana e deputetëve të opozitës, unë do t'i propozoja seancës që seanca të ndërpritet këtu, projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit Lart Gjyqësor, për vlerësimin e veprimtarisë së Këshillit Lart Prokurisë, projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë kontrollit lart të shtetit, ajo për vlerësimin e veprimtarisë së prokurisë së përgjithshme, për vlerësimin e veprimtarisë së strukturës posaçme kundër korrupsionit, krimit të organizuar për vitin 2025, për vlerësimin e veprimtarisë së inspektorit lart të drejtësisë për vitin 2025, dhe ajo për avokatin e popullit në këtë renditje të kaloj në seancën pasardhëse, pra të konsiderohet vijimi i kësaj seance. U konceptua dhe u kërkua prej meje, si kryetari i grupit, në konsultim me ju dhe me kryetarët e komisioneve, nuk ishin kolegë të opozitës, që kjo seancë ishte një seancë e posaçme e raportimit, nuk u arrit një gjë e tillë, bazuar në nenin 49 të procedurë të rregullore së Kuvendit, kërkoj që pasi dëgohet një foljes pro dhe një kundër, të hidhet në votim propozimi. Faleminderit. Folës kundër, folës pro, Zoti Bardhi. Faleminderit, Zoti Peleshi. E para, nuk e kuptoj logjikën e propozimit bërë, sepse renditja që propozoj është e ndryshme nga ajo që ka miratuar kryetari i Kuvendit. Dhe sapo mori edhe kompetencat e kryetarit të Kuvendit për përcaktimin e rendit të ditës. Gjë që nuk e ka asnjë kryetar grupi, është kompetencë ekskluzive e kryetarit të Kuvendit. E dyta, me qënë se bien dakord zotëria për ndryshuar renditjen, e vazhdojmë seancën tani. Ne nuk kemi gjë me kryetarin e kontrollit lart shtetit, që ka 6 orë që pret atje, nuk kemi gjë me kryetarin e Këshillit Lart Gjyqësor, që ka një 2 orë që pret atje, kanë ardhur për të raportuar, le t'i dëgjojmë, t'i respektojmë, të raportojmë në Kuvend dhe të vazhdojmë diskutimin me institucionet e tjera. Ka pikpyetje mbi legitimitetin kushtetues të një individi që nuk mund marrë peng institucionin se doni ju. Dhe sa ko kjo çështje trajtohet nga gjykata kushtetuese, zgjedhja e avokatit popullit në vlerësimin tonë në kundërshtim me kushtetutën, zotëria nuk mund vjedhë të raportoj në seancë plenare. E dyta, herën e fundit që ka qenë këtë sallë, ka fyer deputetët e opozitës. Dhe kjo do duhet revoltoj çdo deputet në këtë sallë. Nuk mund pranojmë ne që një njeri që vjen dhe shkel edhe aktin e betimit të vi këtu për të raportuar se kur nuk ka ndodhur asgjë. Që kështu tërhiqemi dhe nga diskutimet mbi ato raport, e tha edhe kryetari i grupit, ju s'keni dashur të raportoj asnjë institucion. Tani e kemi kërkuar ne raportimin. Ne po themi këtë institucion nuk duam të raportoj. Çfarë problemi keni ju? Kalojmë tek diskutimi dhe raportimi i institucioneve të tjera. I quajnë tezaruar dhe diskutimet, me qënë se jemi regjistruar për diskutim tek raporti për avokatën e popullit dhe nisim me njerë si pas rendit ditës me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Kryetari i Këshillit është këtu, të dalë të raportoj, të përgjigjet pyetjeve dhe të hapim diskutimin mbi këtë raport. Pra nuk bën sens, unë e kuptoj.
ju doni të provokoni edhe seancën tjetër, sepse keni një mori aktesh me interes publik, siç është akti normativ me cilët një njeriu privat i falët 4 milion euro, ndërkohë që keni lënë spitalet pa ilaçe dhe pa medikamente, dhe doni që të mos diskutohet ai akt dhe akte të rëndësishme që ne kemi në rendin e ditës në seancën e ardhshme. Sepse në çdo rast, zotria që ju e quani avokat të partisë, ne se njohim fare, ju a kemi falur, nuk do të raportoj dot në Kuvendin e Shqipërisë. Është shumë e thjeshtë gjëja. Tani doni të prishni edhe këtë seancë, edhe seancën tjetër duke provokuar opozitën. Ju ftoj të hiqni dorë nga skenaret e provokimin ndaj opozitës, të nisim diskutimet për raportet e institucioneve titullarët e cilët na kanë Përfundoni, lutem. orë të tëra dhe nuk është as etike nga ana jon ti themi ikni tani edhe ecni prap javës tjetër, se ata janë këtu. Ta vazhdojmë atë rendit që u propozua, të vazhdojmë me KLG-n, me KLP-n, me prokurorin e përgjithshëm, me prokurorin e posaçme, me ILD-n, dhe në fund po doni ruajeni avokatën e popullit, po ai nuk do të raportoj dot. Pra ndrojmë thjesht rendin e ditës së sotme, rradhitjen e rendit ditës së sotme. Nëse skenari është që prishni dhe seancën tjetër, vazhdojeni përpara se përgjegjësia për funksionimin normal të kuvendit nuk është e opozitës, është e mazhorancës. Dhe ju po provokoni në çdo moment opozitën. Faleminderit. Faleminderit. Jam dakord në disa pika me ju, zoti Bardhi. Së pari, është e vërtet që çështjet e rendit ditës, pra rendin e ditës e shpall dhe njofton kryetari i Kuvendit. Kjo do të thotë që ne nuk vendosim dot këtu në seancë tani mbas 7 orësh, se propozimet për rendin e ditës, heqje, shtime e tjera u ezauruan në fillim të seancës, nuk mund vendosim tani se si do ta bëjmë rendin e ditës aq më keq nën presionin e bllokimit fizik të foltores. Ky precedent, ju lutem, ju dëgjova. Ju lutem, ndjes, ju lutem, unë ju dëgjova. Ky precedent nuk na vlen, nuk i vlen askujt. Po, fiks, si mund të bllokosh Kuvendin nëse nuk të pëlqen dikush, drejtuesi një institucioni. Ju thoni ai është antikushtetues sepse e shpallun, ndërkohë që të ligjshëm apo të paligjshëm nuk e shpallim ne, askush nga ne nuk ka autoritetin edhe fuqinë të shpall të ligjshëm atë paligjshëm, ato vendime i japin gjykatat. Shumë mirë që ju e keni çuar të çështjen në gjykatë kushtetuese, keni kërkuar edhe mas sigurie, pezullimin nga detyra, nuk është vendosur, nuk është pranuar. Nëse do të ishte pranuar dhe vendosur nga gjykata kushtetuese, natyrisht ne të gjithë do ta zbatonim. Padyshim, unë i pari dhe gjithë të tjerët. Por nuk kemi një vendim pezullimi, kemi një çështje në gjykatën kushtetuese, në shtator me sa duket, me sa di do të shqyrtohet, kur të shqyrtohet, nëse ju jep ju të drejtë, absolutisht që do të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Derisa të kemi një vendim gjykatës kushtetuese, këto janë thjesht mendime personale apo të një grupi të caktuar, por nuk kanë fuqi të imponohen shoqërisë. As Kuvendit jo e jo. Pra, ju mund mendoni se dikush është jo legjitim, i paligjshëm e tjera, por për këtë kërkohet një vendim gjykate, që nuk ekziston. Rendi i ditës nuk mund të ndryshojë gjatë ditës së seancës, thjesht edhe vetëm sepse kemi bllokim fizik të foltores, sepse kjo do të ishte fundi i parlamentarizmit, një parlamentarizëm i marrpeng nuk mund funksionojë në mënyrë të tillë. Ju nuk keni të drejtë, as zoti Balla, as zoti Bardhi dhe as një deputet, nuk keni as të drejtë, as tagër që të diskutoni këtu se si do jetë renditja e rendit ditës të seancës pasardhëse. Ju keni të drejtë të propozoni dhe unë po marr këtë pjesë, ju lutem, mos e bëni diskutim spontan. Po flasë kam drejtën time të jap shpjegime dhe të sqaroj se çfarë do të votojmë. Pra, unë marr si të bazuar në rregullore atë pjesë, zoti Balliu, ka mundësi se ke folur sot disa herë dhe nuk të kam ndërprer asnjëherë. Jo, shumë mirë. Po tani se ti nuk kupton, nëse nuk kuptoni,
nëse nuk kuptoni, nuk ju ndihmoj dot. Dhe thash, nuk jam këtu për t'ju ndihmuar aftësitë tuaja kognitive. Dakor? Tani, unë marr si të bazuar në rregullore propozimin e zotit Balla për shtyrjen e seancës, e këtyre pikave të kësaj seance për ditën e enjte. Do të thotë shtyrjen e seancës dhe bashkimin me pikat e tjera të ditës së enjte datën 23. Ky propozim është konform nenit 29, 49 dies dhe unë jam i detyruar ta hedh atë në vot tim të hapur tani me karton. Kuvendin po e mbyllni ju që po e mbani 7 orë peng me forcë foltore në kuvendit dhe s'po lejoni zbatimin e kushtetutës për raportimin e një prej institucioneve më të rëndësishme kushtetuese që është avokati i popullit. Kush është dakord me propozimin e zotit Balla për shtyrjen e seancës për ditën e enjte në datë 23? Korrik 2026. Numëroni votat, ju lutem. 76 pro, 25 kundër, abstenim s'ka. Miratohet propozimi i zotit Balla, shihemi ditën e enjte. Faleminderit, mirupafshim.